E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar pak deklaratat e opinionistes së klabit të fansave në Big Brother VIP Kosova. Siç duket Xheneta Fetau nuk është e kënaqur me rolin të cilin e ka marrur, ndoshta potenciali i saj dhe natyra e saj do të ishte më e përshtatshme si opinioniste në Big Brother sesa në klabin e fansave, sepse një pika parë shikueshmëria atje nuk është në nivelin siç është në Big Brother VIP Kosova, pa marrë parasysh domethënë sado që Xheneta të bën klikime, të thot fjalë të ndryshon rrjedhojen e gjërave, domethënë nuk është se mund të merr atë popularitetin dhe mendoj që Xheneta e meritonte që të ishte opinioniste në Big Brother, por siç duket Xheneta ka opinionet e saj kundërdrejt të Leonora Jakupit, nuk i pëlqen se si Leonora jep opinione, nuk i pëlqen qasja se si Leonora qaset. Tani, mua më duket Leonora shumë diplomate në mënyrën se si jep opinione, domethënë jo gjithmonë duhet kemi një opinioniste e cila duhet ketë një gjuhë pak më vulgare, duhet ketë një gjuhë pak më të drejtë për drejtë. Mendoj që nuk do të ishte një kombinim ideal Xheneta dhe Olta, sepse janë pothuajse karaktere të ngjashme, janë pothuajse karaktere të njëjta, janë pothuajse mendime të njëjta dhe do të kishin konflikt në mendimet e tyre, por domethënë e kanë atë qasjen e njëjtë. Ndërsa Leonora Olta më duket një përzgjedhje ideale, sepse Leonora është pak më e butë, i ka opinionet pak më diplomate, domethënë jep opinione pak më njerëzore, ndërsa Olta ka opinione loje. Për faktin sepse Olta vetë ka qenë pjesë e Big Brotherit dhe normalisht e njeh më mirë situatën nga brenda, e di shumë bukur se kur bëhet ndarja në shtëpi, e di shumë bukur se si mendojnë banorët brenda sepse ka qenë vetë pjesë e atij rrugtimi. Por siç duket Xheneta ka një lloj kritike kundërdrejt Leonorës, duke thënë: Xheneta Fetau duket se nuk po i pëlqen as pak roli i Leonora Jakupit si opinioniste në Big Brother VIP Kosova. Ajo ka shprehur hapur pak kënaqësinë e saj përmes një postimi të fundit në Insta Story, ku ka lënë të kuptohet se mendon se opinionet e dhëna në spektakël nuk e kanë nivelin e duhur të artikulimit. Në reagimin e saj, Xheneta ka kërkuar rikthimin e stilistit Valdrin Sahiti, i cili ishte pjesë e spektaklit për një ditë si opinionist të zëvendësues dhe u prit me shumë komente pozitive nga ana e publikut. Kur opinioni s'ka artikulim, debati e humb kuptimin, thotë Xheneta. Ndoshta është koha me pa prap Valdrin Sahitin si opinionist, ka thënë ajo në faqen e saj. Domethënë Xheneta është rreptësisht kundër opinioneve që bën Leonora Jakupi. Por në fakt opinionet e Leonorës janë të thella dhe nëse ne do ta dëgjojmë, Leonora ka këtë rolin që domethënë gjithmonë duhet banorët të jenë të ndërgjegjshëm, ndërsa Olta Gixhari ka rolin e goditjes së fortë. Mendoj që vetë opinionistet i kanë ndar opinionet në format e tyre dhe këto opinione siç duket kanë një lloj peshe tek banorët. Por ajo që në fakt mua më befason shumë tek ky Big Brother dhe te produksioni në fakt në këtë rast është se banorët e kanë vetë kontrollin e tyre. Do me thënë nuk është se duhet ti kuptojnë, domethënë duhet t'i mësojnë në dhomën e rrëfimit që ju duhet i respektoni opinionistët janë shumë të vlefshëm dhe duhet të keni një lloj kulture, domethënë nuk është se e kanë këtë kulturën, thjesht banorët nëse duhet t'i godasin edhe t'i ofendojnë opinionistët edhe bëjnë këtë gjë. Dua të marr mendimin tuaj, si u duket komentimi i Xhenetës, u duket një lloj xhelozie apo është një lloj bindje e Xhenetës që Leonora nuk është për këtë punë?